gratë tuaja janë banesa juaj. Nuk është banesa juaj, aja, ju ku banoni me gruën, por gruaja është banesa juaj. Dhe liteskunu ilejha, por nuk është për qëllim në Kurani Kerim banesa me mure, dhe banesa që ka mobilit brenda që ti banë qelsin e asaj. Kjo banesa është qetër. Kjo banes është qetër për asaj banese që ka mure dhe ti banë qelsin e asaj të dirës. Dhe liteskunu ilejha rjedh, nga fjala seken nglunë arabe, nga fjala qetësi, ati ju ku këtheni dhe qetësoheni. Qetësoheni me të vërtet. Gratë janë, a i burimi, a i shtrati ma i bukur dhe ma i ndashëm, që ju në atë shtratë qetësoheni. Me një moment prej momenteve, kur ju keni pun me ta, është i vetëmi moment që ju harroni sa e keni pas rrimë, harroni sa ju ka ardhur telefoni, ju harroni pastaj sa keni tatime në vit, ju harroni sa pare i keni, ju harroni ka e keni në burg, ju harroni se jeni smut, ju harroni ka e keni në spital. Për disa momente shumë të shkurta, Allahu Gjelle Gjelalu ka thënë, liteskunu ilejha, që të qetësoheni me ta, që të qetësoheni ta, pra është depo i veçantë i krijuar prej Allahu Gjelle Gjelalu, është trup i veçantë i krijuar prej Allahu Gjelle Gjelalu për qetësimin tuaj e pastaj, ki qetësimi është reciprok me të vërtet, është qetësim reciprok me të vërtet. A ka dinji prej besimtarëve tonë që e ka shoqen pa ashtu besimtare, që ai kur të largohet prej shtëpie i dhan koka? S'ka. Nëse të ditë besimtar, largohesh prej shtëpie 30 vjet s'të dhan koka. S'ke të drejtë mu largu, por ka ndodhur, nuk të dhan koka. A ke problem se shoqja ka me ta ndosh shtratin? A ke problem se ajo ka më përla me kujshim? A ke problem se ajo ka me ta marrë firën? Asnjëre, nëse janë taku të ditë besimtarë. Nëse të ditë i fregonë Allahu Gjelle Gjelalu, këta e lipë Allahu Gjelle Gjelalu. Kësa i ka thënë seken, kësa i ka thënë banes, kësa i që i fregotë Allahu Gjelle Gjelalu o Gjelle Shanu. Inne fi dhalika le ajatin li qaumin yatafakkarun. Ka thënë në këtë ajetin, që kemi lexuar bashkë me juve, në suratul Rum ajetin 21, Allahu Gjelle Gjelalu ka thënë, pra unë prej jush kam kriju bashkëshortën tuaj. Po i thojnë shqiptarët bashkëshorte, unë akoma s'pe di pse po i thojnë bashkëshorte. Ata mos janë shartu me njëri tjetrin? Mos kanë bërë ato shorte, mos i ka kinja ata dikush, mos i ka vua ata dikush, dikuj pipin prej atyre, pra mos janë shartu me fleta, po me pip ata? Si t'janë shartu në pranver me sigurin me pip, Petrov si t'janë shartu me flet, me sigurin janë shartu. I dhojnë bashkëshorte. Qka është e bashkëshorti s'pe ti hala? Zonja dhe zotriu. Zonja dhe zotriu, këta di janë të mdhaj këta. Këta janë ma të mdhaj që isha toka. Ata që betohen se do të bajnë familje. Ata që do të betohen se do të bajnë fëmijë. Ata që janë betu dhe janë lirë në mesvete në përmet kurorës së shenjë për të vazhdusoj. Për të vazhdu gjinsin lojin, për të ngellë loja atyre në tokë. Ata që kanë marrë përsipër, përgjërësit më të mëdha, edhe kanë marrë përsipër pastaj me nderu njëri tjetrin si pas regulorës së punës sa Allahu Gjelle Gjelalu në tokë. Këta janë burre grue, zotria dhe zonja. Këta janë të mëdhajt e kësaj dunjohet. Këto janë zavendësit e Allahut në tokë. U idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allahu i ka thënë me lajke vonë, për e biza vendësin tim në tokë kanë thënë, e të gjalu fiha, me jufsidu fiha, o esfi ku dima, ati do të asilësh ate që delë gjak në tokë dhe banë shregullime, ale inni a'lemu ma la ta'lemun. Unë di qka nuk dini ju, ka thënë Allahu me lekve. Unë di qka nuk dini ju. Qka ka ditë Allahu me lekve s'kan ditë. Ata nuk e kanë ditë, me siguri, se ke i për iman 12 orë ndrimin edhe man Ramazanin me tenë. Ata me lekët nuk e kanë ditë me siguri, se kanë obligim ata me ditë, se në dunja do të maronë fabrika, e njeri do t'i venë pra atë që kanë thënë një natë, ta shti pa i thonë pra leshgjami, s'pa i thonë si atë natë, janon ati i tipit të produktit kimi 450 gradë, e do të shkrijet hekur i këtu njëri, do të shkrijet hekur do të marrë Ramazanin. Allahu ka thënë, inni a'lemu ma la ta'lemun.
Unë pra jam ai që di çka nuk dini ju. Ata do t'i bajnë, ata do t'janë zavendësët e mi mbi tokë. Ata do t'a zbatojnë faktikisht ligjin e Allahut në tokë. Kush janë këta? Këta janë një burrë dhe një grua. Të krijuar prej njëri tjetrit, pastaj për njëri tjetrin. Ata të krijuar prej njëri tjetrit, njëri i krijuar prej tjetrit dhe jetojnë për njëri tjetrin. Ka thënë Allahu xhalla xhelalu këta di, një burrë dhe një grua. A të ditë janë zotni këta, a njëni janë zotni? Prej tyre. Si tjenë të ditë zotni, familje s'ka. Si tjenë të ditë zotni, s'ka shtëpi. Si tjenë të ditë zotni. Po tentohet që bota moderne ta ban gruan zotni. Edhe ata ta ban gruan zotni me çdo kusht, do me thënë, ta ban materialistin zotni. I forti çka të ban? I forti ta shel lojën prej mazgollit. Si po luhet futbolli prej jashtë stadionit. Atë lojë kush ta luje pra në këtë botë tash, ta lujin gruaja, ta luajn femna. Kjo është pra gozhda më e gatë që ju ka ngul murit të njerëzisë. Na kemi pyet kështu. Kemi thënë, ata që po dojnë gruaja ta udhëheq botën, femna ta udhëheq botën. A din me ndalë, ato vetëm një moment me vugishtin në kokë me thënë. Pse burrit të mos e udhëheq? Çka u bë? Pse burrit të mos e udhëheq botën? Pse ai të mos e udhëheq shtëpinë? Pse ai të mos jetë drejtori i shkollës? Pse ai të mos jetë drejtori i spitalit? Pse ai të mos jetë kancellar? Pse ai të mos jetë kryetar shteti? Pse ai mos jetë drejtori i uzinës? Kemi thënë, gruaja le të jetë, por na po pyesmi pse të mos jetë burri? Sepse ata po thojnë gratë duhet të jetë. Kështu po thojnë në kohën e fundit. Ata kur po thojnë gratë duhet të kenë kaç përqindjen, ata nuk janë të thënë gratë duhet të kenë 10% e pastaj u ndalën. Ata po i përdorin shkallë me shku ajo deri në krije. Shkallë, sot 3 shkallë nesër 5, që të shkohen deri në kokë. Islami nuk ka kundër që gruaja të ngritet për tjetër. Ajo nuk ka kundër, Islami nuk ka kundër që ajo të shkollohet, por kërkon prej asaj që të shkollohet dhe të bëhet zonjë ditur, duke pyet pra, duke pyet. Një ndërtesë shumë katëshe. Një ndërtesë 100 katë. Ata merr mendja se atë ndërtesë mundet me marruni çoban projektin e asaj? Ai që ka bërë projektin e asaj ndërtesës 500 katë, a është njeri shkolluar apo pa shkolluar është ai njeriu? Ai që ka bërë prozhin, ai është njeri shkolluar me siguri. Një nan e shkolluar dukon një fëmijë më mirë apo një nan që nuk ka shkolluar. Kush e rrit njeriu më drejt pastaj? E njeriu ndërtesë sa ka që është ai njeriu? Çfarë ndërtesë është njeriu? Fenomeni njeri, sa ndërtesë sa ka shënol për pjetë. Këta mendon njeni se të mund të ngrit një grua pa shkolluar, të arrit drejt, kjo asnjëherë s'mundet. Kjo s'mundet më rregullu. Vetëm një femën e shkolluar, por e shkolluar e besuar. Jo se i cila femën. E shkolluar e besuar, vetëm ajo mund të rrit ndërtesën e quajtur njeri i drejt. Vetëm ajo. El-ummu madrasatun idha a'dadtaha a'addat sha'ban tayyib al-araqi nana, është një shkollë nëse e ke përgatit, ajo rrit pastaj gjem të drejtë. Cili do të jetë zotni? Ka thënë Allahu në Kur'anin e Kerim, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Burrat janë përgjegjës të grave. Kështu ka thënë në Kur'anin e Kerim Allahu xhalla xhelaluhu. Na po e shfletum Kur'anin e Kerimin, aty në ajetin 34 në suratun Nisa. Ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu, burrat janë ata që drejtojnë shtëpinë. Fjala shtëpi këtu nuk ka shajë me dilloma, shtëpia e madhe. Burrat janë drejtuesit, ata janë përgjegjësit. Për çfarë arsye ato janë përgjegjësit pastaj? Për çfarë arsye? Ata nuk janë përgjegjësit për inatin. Ata nuk janë përgjegjës për inatit grave, ata nuk janë përgjegjës për hujin e vet, ata pastaj nuk janë përgjegjës për merakun që i kanë. Nuk janë për atë. Allahu i ka bërë përgjegjësien burrave bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, për shkak të veçurive që i ka dhënë Allahu burrave edhe s'ju ka dhënë grave. Për shkak të veçurive, cilët janë ato veçuri? 1. Fuqia,
fizike. Fuqia fizike, 1. Fuqia mendore, 2. Fuqia psikofizike, 3. E pastaj fuqia e mendimit afatgjat, fuqia vizionele e burrit. Te gruaja është shkurt, ka thënë sallallahu alaihi wasallam fjalin që nuk mohohet kur, ajo vetëm dit e vjen duke u vërtetu, ka thënë ai sallallahu alaihi wasallam, gratë janë nisfu aqlin wa din, ato janë gjysëm mende dhe gjysëm fe. Gjysëm dini dhe gjysëm mende. Kam thënë, ja Rasulullah, ata grata gjysëm njeri janë, ata nuk janë gjysëm njeri, ata janë njeri e gjysëm, ata janë një njeri e gjysëm, por ata janë gjysëm dini dhe gjysëm mende. Prej ka thonë, tëmë këto ihda hunne, nësfa umriha la tusalli. Njënja prej atyre gjysmën e jetës nuk falën. Faktikisht shkolla Imam Shafiut e ka këta për argument se deri në 15 ditë cikli mujori grave mund të ndodhë 15 ditë, e 15 ditë ajo s'në falën. Muji sa ditë i ka? Muji ka 30, sa ditë ajo s'pu falë ka pra? Ai kur ka thënë gjysëm dini, pra nuk ka thënë gjysëm dini ato Allahun e njohin më pak. Gjysëm dini nuk ka thënë ato kanë besim më pak. Nuk ka thënë ai ato i tutën Allahut më pak. Ai nuk ka thënë ato i falin diregjat të drekës, farz. Ai nuk ka thënë ato akshamin e shkurtojnë. Ai nuk ka thënë ashtu. Ai ka thënë gjysëm dini, krijesa e Allahut, dëshira e atij është që ata të krijojnë në atë mënyrë gjysëm jetën të mos falën. 15 ditë cikli mujor si le të mu falë, burrat këtë problem nuk e kanë. Gjysëm fe, gjysëm dini. A thonë në kisato aklin u adin, edhe gjysëm mende, sepse në dëshmi në gjyq, shkon një burë di gra. Në dëshmi në gjyq, shkon një burë di gra. Një grua vetë s'ka mundësi me dëshmu, duhet të batë ajo, di ka gjimës muji. Di persona ka gjimës muji e ban një njeri. Një njeri, një muj 30 ditë. Duhet të shkon ajo vetë dita të dëshmon. Po ta shti kjo që ka pengon që ajo të shkon në për... kështu pra. Ajo që i 15 ditë së në falet, 15 ditë së në hinë qave. 15 ditë së në kënon Kurani Kerim. 15 ditë së në s'ka marrëdhënie intime me burrin e saj. Ajo 15 ditë pastaj së në ban tavaf. Ajo 15 ditë i ka ashëndame prej disa pjesëve të jetës. E dunjaja duhet të selët kur ajo nuk ka shë pasër ato 15 ditë. Edhe ato 15 ditë dunjaja duhet të selët. Edhe ato 15 ditë e zonit duhet të thirë. 75 herë duhet të thirë e zonit ato 15 dita. Ajo pra, nëse asaj kanë thënë, më kanë pyta gjenë Gjermani në Leverkusen, pse gruja nuk e thirë e zonin. Kjo 15 ditë në lenë pa e zanë pra në këtë rast neve. Se se në vend të gjamia, po, kjo pse gruja mos me dal imam. 75 vate mujtë se nësë një falim gjithsejt pra. Ata njerëzit që ka nuk në din neve dinin dhe regulorët e dinit tonë, ata në leti kemë të probleme, s'ka problem. Por ne imi ata sqaruës, ata spjeguës të mlaj, të dinit të malë, të dinit të Allahu Gjellë Gjellalu, që nuk e kemi në nëshmu gruën, pse ashe me një numë për disa sendeve, por e kemi vlerësu ata, e kemi ngrit ata. Islami e ka ngrit ata, kur e ka me një numë për disa sendeve. Ti, nëse e ke një vla, edhe e din këtë familja se e ma i lishtë se ti. E ke një vla, gjysëm ashtë sa ti i lishtë, aj për me ngrejnë kranë. Ti e të ka dhënë Allahu fuqin me ngrejnë 100 kg, ati 50. A i guri para kamve 100 kg i ka, për i zatë zotët nëse je musliman. A i ve ati zorin sa one me ngrejnë, a i thu largo pak ma ndej. Cëllën punë e banë me vlau tanë. Me vlau tanë, kur të keni me ngrejnë një sen të hanë, ti ma i fort, a i ma i lishtë, qka i thu vlau? A i thu hec të bamit të barabar, a i thu i ka ndej se që ku jam unë këtu. Pra Islami i ka thënë largohë gruës pak ma ndej, se je me unët, na jemi këtu. Nuk i ka thënë largohë ti t'il pibere në pipinari, pikoloseket të jetës. Asaj nuk i ka thënë, ha shko ti mbyllu atje se po ta vetë qelësin e derës mos dil kur, jo. E thënë largohë ti se na jemi.
Mos bën ti punë të rana, na jemi për punë të rana. Pra kjo është nder. Atje më kanë pyet ato gratë që kanë ardhur me vizitu xhamin, më kanë thënë, pse gruaja mos falet para burrave në xhami? Si radhitën safat. Safat në xhami radhitën gratë, burrat, fëmijët, ata që i s'kan gjini, gratë. Kështu radhitën safat e muslimanëve në namaz. Burrat, fëmijët, ata pa gjini, e pastaj gratë. Kanë thënë ato gratë atyre, burrat s'kanë pyet, kanë pyet gratë. Kanë thënë, pse burrat gratë të mos falen përpara? Po ju kam thënë unë atyre grave me 3 oktober të këtij viti, ju kam thënë, nëse ajo gruaja del falet përpara, ki burri që ka dalë me u falë ati, duhet të jetë namaz normal i lidhur me Allahun xhalla xhelalu. Po në atë rast ki çerek i lidhur me Allahun. Kjo punë nuk mundet të ndodhë kështu, sepse na folim qartë kur t'ja mësojmë njerëzve islamin edhe rregullorët e dinit tonë. Na folim me shembuj të qartë, nuk folim me shembuj abstrakte që të shkojsh ti prej xhamie të mos e dish ka dashur me thënë. Kanë thënë ata gratë, kush e ka vu këtë rregull? Një nga gratë më ka thënë, kush e ka vu këtë rregull? Kam thënë, e ka vu këtë rregull Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë, e po për çka fëmia përpara gruas? Kam thënë, ai duhet të falet para nënës, sepse nana gjatë namazit tu fal, duhet ta ketë ata parasive. Ajo ka thënë, kush e ka vu këtë rregull? Kam thënë, e ka vu Muhamedi. Ka thënë Muhammed di shlive, di shfonhojte. Prej sot të dua. Ka thonë në të dua ti e prej sot. Pra gratë, Islami çka ju ka bë grave? Kur i ka largu pak prej punëve të rënda, kur i ka largu ata prej punëve të rënda, ai Islami i ka ngrit ata, i ka nderu ata, por burrët i ka porosit me ta më sjell mirë. Një pjesë të sjelljes së mirë dhe mirëvajtjes së mirë me gratë, veç kemi folë para dinarve në xhami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. E pastaj kanë pyet njerëzit, kanë thënë, për çfarë arsye Islami e ka shkel gruan ka shkeç? Kanë thënë ato, në pyetjen ku e ka shkel, ka thënë se një bab e ka një gjallë dhe 2 çika. Kur ti ndan ai apo vdes, e lën testamentin e trashëgimisë, një çik i merr 25, një çik 25 prej pasurisë, ai gjalli 50. Po kjo është e vërtetë? Kjo është e vërtetë kuranore. Një çik i merr 25, edhe një çik 25, gjalli 50. Nëse ai ka lënë 100.000 euro në bank, konte ati datë në 3 pjesë. 50.000 euro në emën të gjallit, dika 25.000 në emën të 2 çikave. Kështu datë pasuria në këtë rast. Kanë thënë ja Islami që ka shkel çikën. I ka dhënë vetëm 25 asaj. Por ata nuk e dinin tonë ata. Se ajo çika 25 qera i ka te burri, i se mi dek burri. Asa i bën pastaj 50, sa i gjalli. Sepse ai gjalli s'ka me shku te çika më u martu. Ajo çika ka marrë te kitë shtëpia. Vetëm tash u ndru pak, e na po shkojmë tash me për hajra gjithë na, i thojmë njonit, a kishe dhënë gjallin a për hajr? Po e ka dhënë ai gjallin që i ka dhënë një çikës në Gjermani me vizë, e ka dhënë gjallin ai. Da po i thojmë, a kishe dhënë gjallin apo hajde për hajr? Por para i thëshme, a kishe dhënë një nuse për hajr? Po tash ti kështu banë punët pra? Ajo i ka edhe 25, i ka 25 e, ku i ka për 25? Te burri. Nuk është kështu vetëm. Edhe pak ma ndej du të shkojmë me Islamin në spjegim. Du të shkojmë edhe pak ma ndej të Islamin në spjegim. Financat, investimet e veshmbathjes dhe ushqimit të asaj në jetë, në qafën e kuj janë ato. Prej kontës së kuja, prej kontës së ndrimit të asaj që i punon, a prej kontës së burrit. Një burr e është i martuar të ditë punojnë në punë. I kanë rrogën njëri 2.000, njëri 1.000. Ose të ditë ka 2.000. Gruaja inxhinier 3.000, burri 1.500. Sepse ai bëkaci ai. Ai ka si gjia 1.500, ajo inxhiniera 3.000 euro muin. Ki që e ka muin 1.500 euro, prej kësaj konto gruaja do të hanë.
ajo prej kësaj kon të duhet të veshët. Ka thënë Allahu në Kur'anin e Kerim në suratun Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa", prej xhepit të burrit ushqehet gruaja, edhe veshët edhe mbathët. Ka thënë Rasulullah në hadis, "Falyut'imha mimma yut'am walyalbisha mimma yalbis", ti jap me ngran prej asaj që han, ta vesh prej asaj që vishet. Kjo është gruaja në Islam. Kush ka ai që ka thënë se Islami e ka shkel gruan? Kush ka ai që ka thënë se Islami e ka nënshmu femnën? Kush kanë ata? Cili din i ka thënë burrit, ti nëse don me qenë burri mirë, musliman, ka fshatën e bukës dush të afrojsh me dorën tënde në gojë të gruas. Në cilën fe kjo është bën, përveç se në Islam? Shqiptarët s'kan drejta mu lajmërun këtë pikën këtu se janë musliman, sepse se ta ka bën shqiptari këta. 75 hara në xhenem hindit e këtë punë se punone. Unë t'i jap gruz me angra. Ja, unë me lukë dhe me kam gruz. Janë më ka thonë, po që ka hujbe, më leko. Kështë më ka thënë një gjalli për sosë. I edu ku më fëtë. A i kështë më ka thënë. Në cëllim din, jashtë a Islamit, në cëllim din, kur të dahet gruja, kur të ndahet prej burrit, 90 ditë zguxon me u martu, por duhet të rrinë në shtëpinë e burrit. Në cëllim din, veç këti dini, e ndarë prej burrit 90 ditë, duhet të rrinë në shtëpinë e burrit. Pse duhet të rrinë në shtëpinë e burrit? Se këto 90 ditë a i ka drejta me këthi pa dëshmitar, edhe pa kurorëzim të ri. Vetëm im tekat atë i thotë, bëri, ti, që ka huj? Të më falesh, bëri, po kam gabuar diçka folën e latë pa lidhje unë. Më kaq. Edhe kthehen prapë burri ju. Në cëllim din kur ti vdes burri asaj 130 ditë zguxon më u martu ajo. Në cëllim din, përveç se dinit Islam. Nëse këtu në këtë xhami nuk e kam shpjeguar, sot do ta shpjegoj. Nëse e kam shpjeguar përsëri që është si puna e oksigjenit. Për ditë marrë me qatë frimë dhe s'na prishet kur. S'na mohat bo. Është si puna e iftarit. Përsëritja. Pram iftar, sot iftar, pram mirë, sot mirë. Vetëm në ligj, vetëm një ligj të Allahu xhalla xhelalu. Nëse femna e msheh. Si jam i vetëdijshëm, a kam shpjeguar këtu apo ndonjë xhami tjetër? Vetëm një ligj të Allahut nëse një femën e msheh. Çka mund të ndodhë, do t'ju shpjegoj të dashurët e mi. Një femën është da me burrin, edhe ajo 90 ditë zguxon më martu me burr tjetër. Shkaku, arsia, pse ajo zguxon, li alla yasqi ma'uhu zar'a ghayri. Për të mos ujit uji jot bereqetin e tjetër kuj. Ato muslimanët janë të mençur, ato më njëherë din çka kemi thënë. Ato më njëherë din çka kemi thënë. Për të mos ujit uji i burrit të ditë, atë që e ka mjell burri i parë. Zguxon me mbulu gruaja këta, duhet me tregu se unë kam bereqetin në bark prej burrit të parë. Zguxon me mbulu. Megjithëse ajo se ka një të gjallë, akoma edhe një muj duhet për me një të gjallë. Kur të banë 120 ditë. E mshef ajo këta. Një e mshef këta. Në natën 89 ajo martohet me burrin tjetër. Në natën 89 martohet me burrin tjetër. Edhe ai pastaj më njëherë fillon me ujit bereqetin. E ka të drejtë, ka marrë numse ai. Kur të bëhen 6 muj 179 ditë prej kësaj nate, ai fëmia lind. Po flas për ligjin e Allahut, 6 muj lind fëmia dhe jeton. Por një natë më pak si jeton. Si ta ketë mshef kjo gruaja kur të linde kitunit 6 mujor dhe jeton pra. I ku janë shpiktive t'i burave? I të parit është ki. Por ku jeton ki? Te kush jetë? Në cëllën familje? Jetë te kjo familja re? Ashtë gjali këti të burrit ti? Jo. E rritaj? Po. Kërë ka ba? Atë njeri. Kënde ka daje? Aqë, kënde ka aqë? Kushurin, kërë ka? Me ka i ka baba të vlazën aj? Kënde ka i motër nane? Edhe kënde ka pastaj e vla babe? Kënde ka vlau i nanës?
ku i ka daja lartaj. Si është trashëgimia ati kur të datë pasuria pastaj, ku e ka hisën e vetaj. Ato sendet nuk janë ashtu, nuk janë botat tramvaj. Bota, si pas Islamit, është regull i Allahut të tokë, ose jetohet pa regullin e ati. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ka thënë burrave ju ka dhënë Allahu pushtetin e mbikëqyrjes së femrave, për atë se ai ka dhënë te ato veçuri, ka dhënë veçuri dhe ka emru që ata të mbikëqyren me çantën, me xhepin e burrave. Pra gruaja i ka 25 te baba, çika i ka 25 te baba, 25 te burri, çantën e burrit, çka të ushqeje, me unda, këta, ajo është larg prej burrit për tjetër, larga prej burrit. Islami e ka liru femrën prej robnisë. Ai ka dhënë asaj vlerën e vet. Ai e ka bënë ata njerëz se nuk ish njeri. Nuk ish njeri. Wa'ashiruhunna bil ma'rufi, ka thënë Allahu në Kur'anin e Kerim, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an fa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Ka thënë ashiruhunna bil ma'ruf, silluni me ta mirë. Mos i nënshmoni ata let. Mos i nënshmoni ata let, do me thonë mos i nënshmoni për pak. Nëse doni si në katon, mos ju hipni në krije. Mos i nënshmoni ata për pak. Ka thonë sepse ju mund të nënshmoni një sen të mendu se keq Allahu i kam shef gjithat mirat ati. Ka thonë Rasulullah me një hadis sallallahu alaihi wasallam, sa herë të dëgjon emrin Muhammed, du të thoni Allahumma salli ala Muhammed. Ka thënë ai alayhi salatu wassalam, in radiya minha in kariha minha la yufrik mu'minun mu'mina, fa in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Të mos e ildhën një burr një grua. Kështu ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Të mos e ildhën një burr një grua. Ka thënë, sepse nëse nuk e don një sjellje të asaj, e do një qetër, sjellje të asaj. Shoba? Ka thënë ai, nëse njenja prej grave tuaja nuk i pjek bukt mirë, ajo fëmijët i rrit mirë. Nëse ajo pak gojën e ka të madhe, pak gojën e gatë, që ndodh ta ketë, mund të ndodh ta ketë, ajo pastaj mysafir t'i prit mirë. Nëse ajo pak fëmijëve ndoshta ju bërtet, por është ndershme në muzin e ka të madhë, pra ajo me një vend, ka pak grop lëshim, por në 5 vende e ban mirë, e kerriot, vetëm një sigures kur t'i gjetët një lam, a kerën e që ti në pru, a jandron një lam të vogël, që të dhe në fa. Se kerën ti jandron një lam me gruën, këtë gruën më njare përlos për një problem të vogël që ka ka ba jo. Jo, ajo e ban një problem të vogël, po ti një sende i ka ba mirë. Ka thënë, ju për një send të asaj muni të përpuz një pak, por një sende të mira e mlojnë këtë sendin e kjefë dhe heshtë, sjellu me ta mirë, pra. Sjellu me ta mirë, ka thënë, ashiruhun në bil ma'ruf. Sjelluni me ta mirë, jetoni me ta mirë. Fa in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Nëse një sjellje e ka ajo negative, 500 i ka pozitive. 500 pun i ka pozitive. A ban mira një që të sante një 490? Pa ashtu në thamë në fillim të dersit, kush ka më vodhë s'ka qenë këtu. Se santet nuk do të falobin dersna, në si firë do t'i bitis mi kitë punë. Akmelul mu'minine imana. Cili prej besimtarve e ka imanin të plot. Hadis i vërtet, cili prej muslimanve e ka besimin e vërtet, të shkelqyshëm. Ka thënë, akmelul mu'minine imanen, altafuhum bi ahli. Imanin super të shkelqyshëm e ka vetëm një grup njeri, vetëm një njeri e ka, ai që është më i buti për familjen e vetë. Kur të fole me fëmijët, ai fol but me ta. Kur të fole me gruan, ai thot asaj zonjë. Gruz veti thot zonjë.
burri mirë, gruas vet I thot zonjës. Ai ata e pyet në mëngjes a ke fletra. E pyet, ai e pyet ata, pa I thënë ajo jam me smut, çish e ke shëndetin. Ai I thot asaj kur të shkon në treg, a ke dëshirë të blej diçka sot? I thot asaj në mëngjes kur del prej shtëpie, çka po don sot të bi diçka? Ai I rrit asaj imrin, I rrit asaj jetën, ai e ban ata ty bistikfar me konoborin I hektar, 3 hektar I fshitërit vesh me qytetin. Sepse pastaj ajo, kur e ka një burr musliman të këtij kalibri, ajo harron me u lodh pastaj, për atë shtëpi. Harron keq se sa ka punu, harron me u lodh. Po ai burri kur të çohet në mëngjes ai. Në mëngjes ai kur çohet më spari dorzat ishte. Do t'i dorzat edhe luft, me kan. Me kan. Ajo e ngrata pra. Ajo e ngrata. Maranjeri. Kja fjallon shpia është kja. Maranjeri. Kja fjallon shpia muslimane, kja fjallon muslimane është kja. Në 1951 kanal ato shka I shkruin statistikën e popullatës, I thot njëri një gruas, që she ka burria të emnin, tha. Që ka burria të emnin. Tha, shimi e kam gjetë shimi pelon. Ai ha shim e pa pas emnin ai kjo. Tha, shim e gjeta, shim pelon. Kur se kish vetë verën bash atë emnin për një me që she ka ki shimi. A kështu jetota? Nuk mundet kështu. Nuk mundet kështu. Ajo I thot ati në emër. Ajo I thot ati zot I shtëpisë. Ajo I thot ati baba I gjembe. Ai I thot asaj në emër. Ai I thot asaj zonjë. Ai I thot asaj zoja shtëpisë. Ai I thot asaj çka po dëm të bi prej tregu sot. Çka po ke dëshirë. Edhe ai në të vërtetë, asaj duhet me I prun diçka prej tregu. Duhet me I prun një sen prej tregu. Ai sa herë të kthen në mbrëmje, duhet ta gëzon ata me diçka. Duhet ta gëzon ajo zonja e shtëpisë, zonja islame, zonja muslimane. Allahu kësaj thot në Kur'anin e Kerim, ashiruhunna bil ma'ruf. Ai duhet ta merr ata, ta çon me shëtit, sipas Islamit. Ta çon me shëtit ata. Ta merr me vete me kerr, ta çon me shëtit. Që të nxjerr prej shtëpie, ta çon me shëtit ata, por bashkë të shëtisin ata. Deri në vizitën një xhamie, të vizitën një biblioteke, vizitës një objekt fetar dikun, në natyrë ta çet të shëtit. Ai duhet ta ban këta, për kam, për zonjën e vet. Aja pastaj, ajo të mos jeton gjithmonë gips. Se shka kam me më thonë kishti. Të mos jetojnë ato zonjë të nderuara, po venaj. Saati 10, këtu s'ndodhin ndoshta, këtë punë inshallah s'ndodhin, paqet e na. Po foli saati 10 tashti me fjalorin e vjetër, sepse 10 disa atë para iftarit. Po ora 10 pra, disa atë para iftarit. Plesh të din shka është ora 10 disa atë para iftarit. Po, e iftarit gjithmonë 12. Ai pin 12 baha gjysëm gjehennemi. Edhe detiron ata me ba pun që s'janë të asaj kohë ata pun. E kem ngri kepën. Qëka është kjo puna burrit të ashtë e ka ngri ajo kepën. E ke kallë shporetin. Qëka të bëjë nga ata? Ke këto fjalit të vogla duken, por këto në shpirë shqetsojnë zojë në shtëpjes, në ka ndalu Islami. Në ka ndalu Islami prej kësaj. Në ka thënë, neve në ka mësu ki din, që me ta të silën I mirë, akmelul mu'minina imanan altafuhum bi ahli, ka thonë besimtari më I mirë është ai besimtari I cili është më I butë për familjen e vet. Do të thonë për gruan e vet. Rasulullah ka thënë, kemi shpjegu para ditën e natëve, për strisë sante, është shtunë, jeni më me shumicë në xhami, as-sala wa ma malakat aymanukum. Namazin me gratë silluni mirë. Edhe ka vdekaj, mas sa fjalës ka folma. Ditën e vdekjes, namazin, me gratë silluni mirë. Ai pra e ka përfundu jetën e vetë me fjalën e fundit të jetës ati, me gratë silluni mirë. E pastaj me një hadis ai ka thënë, Allah fin nisa, tha frigon ju Allahut në lidhje me gratë.
frigojnë ju Allahut në lidhje me gra. Ka thënë Allaha fin nisa. Do me thënë, ittaqullaha fin nisa. Frigojnë ju Allahut në lidhje me punën e grave. Ka thënë frigojnë ju. Pse ai diherë kështu të thotë? Sepse mund të ndodhë pa diktuti, pa vërrejt, se ti pa i ban asaj zullum. Pa vërrejt mund të ndodhë. Pra, hapisin të kesh kujdes. La tukellifuhum ma la yutikun. Ka thënë, mos i ngarkoni sasën e baj. Me punë. Ka thënë, mos i ngarkoni ato sasën e baj. Se gruja ka shumë të drejta në islam. Prej të drejta dhe jo shka i ka të drejtë fëmijës tanë mos me i dhanë me thith për të linë. Aja ka të drejta me thanë, gjaj kësaj një grue që i jep fëmijëve me thith me pare. E ti pastaj e qonë fëmijën me thith të ajo dhe e pagun atë. Aja ka këtë të drejtë në islam. Walel me uludi, le huris kuhun në o kismetohun në bil ma'ruf. Ka thënë, për fëmijën e lindur, baba duhet të angazhot, edhe për nënën e ati. Në islam Kurani Kerim. Walel me uludi, le huris kuhun në kismetohun në bil ma'ruf. Ka thënë, baba, në shpinë të babës është tëmli prej ka e thithë fëmija, jo në gjikës të nanës. Për ka pagesa. Ajo aqë shumë ka të drejtë në islam. Ajo mas dite duhet të nën drandafilin në vesh, sepse ajo është zonjë, ajo duhet të veshet bukur mas dite, se burri pas dite vjen prej pune, edhe ajo me vetëm me pamje duhet të gëzon burrin e vetë. Vetëm me pamje në asaj, burri asaj duhet të dinë se kur të del prej pune, ka me shku me qef në shtëpi, se ata e prit zonja e busqeshur dhe e stëlisur. Kjo është gruaja jonë në islam. Kjo është gruaja jonë në islam. Ka thënë, Allaha fin nisa. La tukellifuhum ma la yatikun. Ka thënë, mos i ngarkoni sasën e baj. Me të vërtet, në popullin tonë edhe disa popull i qerë, me të vërtet ajo gjithnjë është ngarkuar ma shumë se sa e ban punën. Ajo i ban burrit dujt e të telinës. Sa është puna asaj ajo? Ajo i fshin burrit për ditë 2 qile o bërë. Sa është puna asaj ajo? Nuk është puna asaj. Pastaj ajo, je shkreta shqipëtare që vetin gjetë qenë. Kije, shgejo. Edhe dreke dark, kthesh e i ban vetë. Burrat rinë ndërhije, lozin ku vendojnë. Pika që si u bie, se nga gratë rojnë. Shtu ka thënë një poet prej poetëve tonë të popullit tonë. Kjo, vija, këto vargjët e këti poetit, nuk është tërë këto në gjami mu s'pjegu këto, sepse këto janë vargje vaj. Këto janë vargje vaj këto, nga këto vija qanë besimtari mirë. Dhe në oja shkreta shqipëtare. Me shkret, me të vërtet e shkret. Si ta ma e parmenën ajo, me të vërtet e shkreta. Ajo si të korre me drapën është shkret. Ajo si të punën me shatja është shkret. Ajo si ta prapton tokën është shkret. Ajo si të shkon në fush me njës është shkret. Si ta mledh pasullin ajo gjithë ditën e lumen kallamoq është shkret. Ajo si ta ban misrin edhe atë kallinin edhe atë kashtën është shkret. Ajo si të rrinë narë gjithë ditën dhe ajvant është shkret. Je shkreta shqipëtare. E pa fe, do me thonë. E pa kur disër fetarisht. Je shkreta shqipëtare që burrin se ka musliman si duhet. Je shkreta shqipëtare, je ngarkurja si lo. Je shkreta shqipëtare. Që vetë i në gjetë qitë. I në gjetë kirë në shgejën sabah. Edhe drejke dark, kësa e që i ban vetë. Burat, ku janë burat? Burat rinë qajtore. Burat rinë në bare. Burat rinë rojtore. Burat rinë lojtore. Burat rinë në automat. Burat rinë në automate. Sepse ati kanë ato fate. Burat rinë dërë hije, lozin kuvendojnë. Ata bëjnë kuvend, lozin bëjnë lojna dhe kuvendojnë bëjnë politika ata. Ata bëjnë politika, Rugova ka me vend, Arben Gjafere ka me vend. A Sala duhet të odhe Shqiprin, a Fatosnanën duhet të odhe Shqiprin, këtë punë pa punu të vetën. Zimbra pa pastaj, këtë punë pa punu, ku ta lënë në mbrabje e vazhdojnë nesër. Ati ko e ka lënë e vazhdojnë, e ata pastaj këtë e din ata. Ata e din kush ka qenë Nehru, e din kush ka qenë Naseri, ata e din kush ka qenë Mussolini, ata e din kush ka qenë Bonaparte, ata e din kush ka qenë Stalini, ata e din kush a Hoxha, e din kush sa Hoxha, ata këtë e din.
Burrat rinë në hije, lozin ku vendojnë. Pika që si ju bie. Pa normal nuk ju bie pika atyre. Nuk ju bie pika. Se nga gratë rojnë. Ata gratë që këpërlavën në fush, ata nga gratë rojnë. Jetojnë pi gratë. Mjerë a i burë që jeton prej dorës e gruës. E lumë ajo grue që ka një burë musliman që ajo jeton prej dorës ati. Gruja duhet të jeton prej dorës e burrit, sepse Allahu i dha dorës e burrit fuqit difish prej dorës e gruës, kush ka e dha ushqimin difish. Të dashur të mi. Gruja kur të hes në rrugë në diell. Gruja kur të del në rrugë koha me diell. Hijen e ka ma të hollë se të burrit. Hija trupit asaj në tokë, prej diellit. Ashtë me hollë se hija e burrit. Edhe njëherë ashtë me hollë. Të mos shkoni tash ju me pyetën një shkencëtare në vetë mi thanë, ka thonë hoxha jo në xhami, se hija e gruës në tokë prej diellit, është edhe njëherë me hollë se hija e burrit, sepse ai ka me thonë e pa një hoxhën smut si që kish. Po na prej kam shet, për na smut si që kish pishti e dim shka ka me thonë ai. Ai që i ka dhanë Allahut, ai që i ka dhanë njeriut 50 gjallit, 50, e qikën 25, ai ka dhanë gjallit difish, edhe hijen difish, edhe kuvetin difish, edhe ushqimin difish, ato 5 cent. A më njani gruës ati në sofër? Ajo në sifira, a hanë sati? E niftar? A hanë sati niftar? A më në hanë një gruë një hardhi rush? Unë kam pa burrit e hangër një tepsi kërëlan vetë, a më në hanë një gruë një tepsi kërëlan? Unë kam pa burr të hangër një baklap. Ka vdek Rahmetullahi Alej. Koj shia jam i pari një tepsi baklap. A ke pa gruë të hangër një tepsi baklap? Unë kam pa burr me si, jo e kam pa, po e kam pas gjysh baba plak i imi. Baba i babës tim. I ka thanë një plak, i ka tunit tole, ka pas emnin në Nevzat ai. I ka thanë Tani Veliës, ka thanë ki Boshnjaku, që i ka arë prej Bosnë në Katun me urdzu këtë njerëzit, kejt Katunin e kuriti. Prej mëngjesit, kush për i njeta i dredhi kam të ative i dredhi qafën, krije, i bani për i shanë burat. Dilat i urdzu, ka thanë unë kam livru me dipenkije. Gjithë ditën kam livru me dipenkije një burë, ka thanë, si të urdzohë me ta, ka thanë, ti të urdzohësh. Ka thanë aji, ati Boshnjakut, unë do t'ule po burë, e ti nëse më venë në shpinë ta kuj që më kjo urdzu. Po ka thanë ta kuj që më kjo urdzu. Aji mundohet një djorë me vunë në shpi, ata se venë shpinë. Ka thanë, unë do t'ule, e do t'ishtri kam, do t'a vek kamën mbi kam, si t'ma qitësh kamën e për në tokë ta kuj që më kjo urdzu. Edhe ajo su banë pasaj. A i prej ati i banë në dhurat me hangër një dele, asaj deles jala vetëm kocitaj. A i gjishi jala asaj deles vetëm kocitaj, baba i babos tim. A ha një grue një dele? Një grue a ha një dele veç kocit jalena? Jo be, nuk është ashtu. Nuk është, pra burrat janë qerë në ndërtim, ata gratë janë qeta në ndërtim. Pra ne që ka qenë shmi, neve në pas ka dhanë Allahu ma shumë, me dhanë të ato ma shumë, me ju investu atyre ma shumë, me i mbykqira ta mirë, me usjell me ta mirë, nderin tonë që nga ka bazoti, me shprej të ata atë nder të matë, që ata pastaj në njën e fuqive tona janë të fuqishme. Në njën e fuqive tona janë të fuqishme. Ka thënë, a khadhtumuhunna në bi amanetillah. Ju ata kur i keni marë, kur i keni kurorzuat hajë, i keni marrë në emanetin e Allahut. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. E ju pastaj, ate që një ditë e keni pas haram, edhe u shëndru haramin e halal, në emnin e Allahut të shëndru haramin e halal. Haramin që s'ke të drejt me ba, e pastaj ke të drejt masi të kurorzosh. Ai haram ka kalojnë halal. Ai haram kalojnë halal në përmet kurorzimin. Çka është kurorzim? Kurorzim do me thënë nije, shqip, nije. Çfarë nije? Marja e përgjegjësive se ti ke me jetu me ata si njeri, është nija pra. Por jo kurorzim në rrugë.
Jo kurorëzim në rrugë. Jo kurorëzim, kurorëzo njënën, shkurorëzo qetrën. Kisa shkurorëzim, s'ka kurorëzim, nuk ekziston në dinin ton, kurorëzim i modern i sotit. Çka po bani tha? O Xhafeni tha, për letra be për letra. Për letra, që po ta bëni kamion letra. Një vagon letra, jo kësi letra. Qera letra. Çka janë ata qerat letra? Mi thonë asaj zonjës së fëmijëve a gjelam dumira, po. Të dashur të mi, do t'ju njoftojmë me di fenomenet e egra, të cilët i kanë ndodhur popullit tonë. Inshallah, që ato di raste që i kanë ndodhur, mas ative di raste më ma, kur nuk ndodhin qërë. Sepse, Allahu Gjelle Gjelalu hakin e vetë ka e marë se lem. A i do të marë, por do të paguj në jem të mirët edhe ata të këshitë së bashku. Pasi që u banë, njëni me u martu me një qikë të fisit, prej gjinjes, e pasaj a i me lanë letrat e asaj, me prish kurorëzimin, edhe me banë letra me një qeter që të banë letra punë të vjenë në gurbet, pasi që kjo në gjallë të na dhe nuk ishte, rënim u rënu në deri jonë. Nderi namuzi jonë u rënu me të madhe, e pasaj i kaloj shkalla qeter. Duke folë na që gjemë të mos e bajnë këte, të mos e marin namuzin e hujnë për kamës, doli qetra bela, ra qetri breshën. A i bresh një qeter shkara, njeni i ka marrë një Gjerman, e ka qua atje, i ka ban gruas një burë me letra. Që të përmet letrave të ati, të mund gruën të bjenë këtu. Pra kemi shkua dhe ma larë. E pastaj rasti i tretë që unë du të cek i sante. Muë më pikojnë në lëptët në zemër, para se të më pikojnë në si. Në si më pikojnë lëptët vorë, shumë vorë. Sepse më kanë thanë, je kokë fort. Kështu më kam thënë, e ke kokën e fort. Ju kam thënë ati nga miqve të mi, ju se dini bashkë sa e kam kokën e fort. Me mra me qikish 12 kg dhe qikish i cop ju banë. A që kam kokën e fort. Pra, lotët e zemrës më dalin shumë shpejt. Ato të ballit pak më nga dalin. Ashtë banë një qa, njeriu me nusën e djalit. Të jeni të njoftu, se Allah në Kurani Kerim ka thënë, Hurrimet alejkum ummahatukum, a i ka radhit gratë që s'ke të drejt me u martu me ta. Në Kurani Kerim i ka radhit kejt gratë që s'ke të drejt me u martu me ta. Ka thënë haram e keni nanën, ummahatukum, wa banatukum, bia, i keni haram. I keni haram nanat edhe i keni haram bia. Wa banatul akhi, qikën e vllaut. Wa banatul ukhti, qikën e motrës. Wa ummahatu nisaikum, nanën e gruas. Nana e gruas? Tamam, çka i thot gruaja nënës tane? Kur të vjen, çka i thot nënës tane? Pia diçka të vjen. E po tash ajo nëna asaj çka u bë për ti? S'ka mabet. S'ka mabet. Po të nëna asaj i thojnë gjishe. I thojnë gjishe, tash po i thojnë modern ndrishe. Tash po i thojnë ku është besniku dhe ka shku të vetët. E ka shku gruën, në gjini. Ka shku të vetët. Wa ummahatu nisaikum, wa rabaibukum allati fi hujurikum. Nëse më pishton të një grupë s'prish pun fare, ajo qika që ka ardhë me gruën, edhe e ke rrit ti, e ke haram ata, e ke rrit ti ata, e ke marrë një grua, ajo e ka pru një qik me vete, ata e ke haram, edhe ka vazhdu deri në fund ku ka thënë, wa halailu abnaikum, nusët e djemve i keni haram. Wa halailu abnaikum, në i thëmë reja ative, nusën e djallit e keni haram. A i pse e kurërzoj nusën e djallit a i burri? Për shfar arsye e kurërzoj a i? A i e kurërzoj se djalli i vdiq ati në gurbet. E për me marë penzien e asaj, për me shfridzu penzien e asaj që e shfridzon të ajo penzien e burrit, a i e kurërzoj reja në vetë që të vazhdojnë penzia në shpi. E kjo të dashur të mi kjo dënë, që me të vërtet, kur të thot hoxha po rrim të rinsifir, me i thana ati hoxhës tja, me të vërtet do me folë të rinsifir po, për këtë dinin tonë na po të gojmë të rindrejk nesë, s'ka me shkupi këtu. Edhe kjo dënë vaj, kjo dënë me qak, kjo dënë istikfar popullor, kjo dënë të ube, pendim popullor, kjo dënë vaj,
Kjo e djeg zemrën. Kjo e djeg zemrën, kjo e problem zemrën prej brenda, ki muhabeti. E problem zemrën prej brenda. Sepse kjo çka ka kuptimin faktikisht. Kjo ka kuptimin pa besë. Jetohet pa besë, jetohet pa iman në familje, përballë me librin e Allahut, përballë me normat e Zotit në tokë. Përballë, frontalisht me Allahun, ndall përballë. I mjerë ai popull që këta njerëz i ka në mes. I mjerë ai popull që këta njerëz i ulën në sofër. I mjerë ai popull, jo i mjerë ai shtëpi, i mjerë ai popull që këta gjemi ka në mesin e vet. Prandaj ju kam lut të dashur të mi, ju kam lut të mos lavdroheni më njëherë, të mos baheni me ndjemëllaj, të mos krenoheni me ata, vetëm me ata se unë jam shqiptar, edhe unë jam shqiptar, na jemi shqiptar na, të mos krenoheni me ata, por të bani dertin na, jemi rob të Allahu xhalla xhelalu të vërtetë. A jemi na në rrugën që ai në ne është i pajtuar, këtë dert të bani. Sepse po ja heke njerëzve islamin, ata kush janë pastaj pa islamin? Unë du të këzajmë të Hasan al-Basri, vetëm për një fjali të shkurt. Hasan al-Basri, tabi ka qenë, a i ka mëri sahabët, a i ka nejtë me sahabët, a i pejgamberin tonë se ka pa. I ka pa shok të ati. A i ka thënë, laula l'ulema, lësarën nësu mithle l'behajim. Me ja hek një popullit ulema, shumë shpejt shëndronë në kafsh. A i kështu ka thënë. A i ka qenë shumë i menshur dhe shumë i ditur, ka qenë një njeri i badet një adhurimit, ka qenë një njeri i sejdës. Të t'jam kalzoj një muhabet të këtij burrit. Një muhabet të këtij burrit. Ka thënë njerëz janë të ditur që kanë marrë mësime prej atyre. Kanë marrë dituri prej 1000 ulemave. Prej 1000 personave janë mul para ative ka marrë dituri. Kja është ky njeri. Ai ke pas 1000 mësues që të kanë mësuar prej të mëdhenjve të njerëve? 6 orë ke marrë prej këtive, 6 prej ative, 6 prej ative, 6 prej... Tu kanë bërë 1000 dietar që ti ulesh para ative i merr diturit e ative. A të kanë ndodhur? Ka thënë kam marrë dituri prej 1000 dietar. Një ditë ka thënë me një rast, isha të shku me shok në rrugë në fshatra Qerë, në Konoqe. Ati me një vend ju tha shokëve mirën po ndalem pak, po të lan rrugën. Kështu ka thënë burrave ju ka hija e punë. Po e lan rrugën pak. A e lan rrugën për një punë, ata hecën, ata vazhdojnë. A i del në rrugë prapë pas punëve veta, edhe a i takon disa fëmijë të lujt me një vend ku dalë rrugën. I ka pyet ata. Ka thënë, dë burra a kalun? Kanë thënë ato çunat po, kalun dë burra. Njeni prej atyre gjemve, tha, njeni prej ative të veçlive ati në rrugë. Tha, ka shkun ata? Tha, nalu pak. I ka thënë njeni prej ative çunat, nalu pak. Tha ti, qka hanë ti? Ka thënë, unë ha qka të më pregadit e zoja shpis. Ka thënë, qka vesh, me qka vishësh? I ka thënë, ati qunit unë vish nga me ata që po më shë. Kështu që ishtë po më shë? Ka thënë, ku flem ti? Ka thënë, unë kam në shtëpi një lëkur dele. Ati flem. Kam një shtëpi një likur dele, flem ati ka thënë. I ka thënë ai çuni, çka dush ha, çka dush vesh, edhe ku dush flin, vesh banu njeri. Ka thënë ki po këtë punën e di vetë, ki Hasan al-Basri. Ka thënë masi për e dishi këta vetë edhe ato shok dhe tu gjojnë vetë. Se në pyte pra. Për çka në pyte ka thënë? Pasi që ti këto punë për dishe vetë, ka thonë edhe ata gjoj vetë. E ka thënë ki, 1001 djetari kam që kam marrë mësim, jënë e ti. Sepse edhe për këti kam marrë mësim. El ilmu dal, el hikmetu dal, letul mu'min. Hikmeti është urtësia, urtësia është të ndihon për i besimtarit. Ejne ma, wajadaha, hua, haqqu biha. Ku ta gjesh diturin, ti je ma meritori. Mere. Ku ta gjesh? Ti je ma meritori, ti mera ata. Ja ju e ledhine amën. Ki do tjetë me siguri sante, ajeti i fundit, që do të shpjegojmë, pa një koment të gjatë. Ka thënë Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'anin e Kerim. Ja ju e ledhine amën, surat Tahrim. Ja ju e ledhine amënu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduha an-nas wal hijara.
Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Do thonë o ju besimtar. Allahu ju thret me epitetin o ju besimtar, nuk ju thotë ju njerëz. Kur thotë ju njerëz, shumë fishe hin aty. Shumë lloje të njerëzve. O ju besimtar, çka mos? Do thonë o ju besimtar, o ju të mit. Ashtu e ka për qëllim Kurani i Kerim. O ju ja ju alladhina amanu, o ju besimtar, o ju të mit. O ju që prej këtë njerëzve jeni dallu keni dalë kana jenë. Pra me këtë emën të bukur na thirr Allahu ka thënë, mbrone vetëm dhe familjen tuaj prej zjarmit të xhenemit. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Mbrone vetëm tuaj dhe familjen tuaj prej zjarmit të xhenemit. Prej zjarrit i cili djeg gur edhe njerëz. Po ku dohen blanda djegsa është guri dhe njeriu. Allahu në Kurani i Kerim në këtë ajetin e ka sjell fjalën gur. Për në xhehenem fjalën gur. Jo në atë kuptimin që kanë shpjeguar ndonjëherë ndoshta disa prej ulemave kur kanë thënë se zjarri i xhehenemit e djeg gurin. A që është i fort e djeg gurin, mo njeriu po se po. Është një tjetër sen pak për qëllim në këtë ajetin të dashur të mi. A ke hinë ndonjëherë në Zauna? Zauna, çka ka brenda ati? Ati ka një mangal, edhe janë do gurt në tanë nu. Që do gurt, me çka nxerën prej poshtë? Me qimir, me dru, me rrim, me çka të tush. Pra ato gurt, a i zjarë i poshtë, nuk e ka obligim mi gjithë. Ato janë për qëtërsen ati. Ato janë ati me ju qitë pakuj, e pastaj atë shfort të nxerë prej zarmit prej poshtë, me ju dalë nxeti jashtë atyre që të djerësit është i mirë. Këta gurt në xhehenem janë me i dhanë xhehenemit flak që të djeg mirë. Me i dhanë ati nxet që të djeg mirë. Me ba ata edhe më të nxerë për me djega i mirë. Me i dhanë ati temperaturën që të digjet mirë. Ai që ka rënë kanë rujtë zotit e djerë. Zauna vërtet. Po ku dohen nasu el hijara, djegët në ta guri dhe njeriu, ka thënë mbrojnë vetën dhe familjen tuaj prej këtij zjarri. Si ta mbrojmë atë, çka ti bajmë asaj? Është një fjali këtë edhe po e mbyllim dersin xhamati dashur. Është një fjali nëse doni me mbrojtë vetën dhe familjen prej zjarrit të xhenemit. Merrni ata për dorë sjellni në xhami. Që tërkon të gjithë janë të humbur. Merrni ata për dorë dhe sjellni në xhami. Merrni fëmijët tuaj sjellni këtu. Antarësoni këtu ata, ushtroni të antarësoni në xhami. Ata, sa kanë qenë babat e atyre të antarësuar në për lloj klube, jam antar. Sot, a është jeta me antarësim sot kej? Jeta sot është me antarësim. Jam antar në OKB. Shteti im është në OKB antar. Pastaj, jam antar në EG. Jam antar në EG. Plasën njerëzit mu antarësu në EG, kur pa antarësomi në EG, një Turqi 70 milion sa shpun që 40 vite. Që 40 vite kuma për jashtë, a kejt lanë, pikoj lanë, kejt si mat lanë Turqis, me him në EG. Pastaj neve, ta shtina dhe mos kemi lanë, nga të parëm që kanë pas lanë. Nësë kemi as lanë, s'kur gjonë, asër të thatimi. Ato vetëm përna i tregojnë atë kalamoqin neve si njopës kështu. Edhe në afrov ato hek pak të mrapa. Në afrov të marim ato largo. Unë po të tregoj, ata mas shpine kanë shumë vend bosh për me largu ata. Nuk janë shtet ata për muri. Ata kanë vend shumë mas shpine deri në Reykjavik. Prej të rive, Reykjaviku në di. Nuk e të ditë të rritë Reykjaviku ku anë. Ajo për qëti Islandës atje. Atje në Grenland atje. Te poli i ngrima që pak më nalë. Tere atje ato kanë mundësi me shku të mas, ti kujtu se keme kash ata. Po me të vërtet, po, jam i antarësuar në filan klubin, jam prej këtij klubi, kam shku në atë klub, jam i antarësuar këtu, jam i antarësuar atje, në ka mos jemi të antarësuar, pa përtes jemi të antarësuar, me pritim, ku pa antarësuar me pritim? Me pritim, që pak për na i kajtëm, ati ku shpëtoj në shtëpinë e Allahu xhalla xhelaluhu, në listën e ati, po antarësuar, antarësonu kej, të rritë ju të dashur të mi, ju antarësonu pa prendit e ju në xhami. Se baba gëzohet. Baba të ju gëzohen kur të ndëgjojnë se ju jeni antarësuar në xhami. Atyre fort ju dhan koka ju kur të antarësoni atje
mërën jashtë gollit atje. Mas kornerit atje. Mos i luni lojën mas kornerit. Lujën mrena në stadion. Lujën qilim xhamisë lojën. Antarësoni ju që kryesia e xhamisë juve 18 vjeçarëve, 17 vjeçarëve ne t'ja bëjnë antarësinë në çysëm juve. A ative prindve antarësi të burrit, sepse ata janë burra të fortë ata. Ata pensionerat, ata parapensionerat, pak mas pensionerat, ata të penzi, ata të penizi, ata janë burra të fortë ata. A ju antarësoni, zonjat edhe njëherë për përësis dhe morën këtë Ramazan zati nuk e përësis. Zonjat, në të banë antarët e xhamisë në vete. Sikur shka hinë në vorë vetë. Ata me lekët në vorën vetë i pisin, pa burrat. Ata ti mësele me banë antarësi si të mush me shku të vorët me ta bashkë ti mu përgjish për ata. Kur të vdesin rruja jote, ti me shku ati pinajnë. Qa po të vesin? Po më thojnë si e sjell me burrin. Thuj kurs t'kam prek me dorë. Thuj dhe unë si aj s'ka pas thuju. Po kjo si t'kaloje kjo si t'kaloje që të duhet, por ata do të shkojnë në vorë në vete. E na do të shkojmë në vorë në vete. Thuju atyre se pastaj bereqeti i familjes dhe parat që i keni ju, aq sa keni e di se pak keni. Ata ju shtojnë ju, që pak keni pare ju. Të mos bëhat do njeni borë këtu, që 35 që i përdoj. Pak keni ju para. Por ata shtojnë kështu. A do një me rrit me të vërtet pasurin tuaj? A do një me rrit me bata të trash të madhe? Investoni në rrugën e Allahut. Investoni në rrugën e Allahut, pasuria juve lulëzon. Aja qel dimnit. Pasuria juve qel dimnit. Ajo dimnit ban molla. Verës po se po, bani ju këta, firni fëmijët e ju ta bani këta. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, men istata, për fund kejt, men istata, e jep takin nara, wala u bishikki tamratin falyafal, kush don me mbrojt veten, familjen e vet prej zarmit xhenemit, me gjisëm hurme le ta ban. Me një gjisëm hurme, le ta ban ai. Sepse njëri për një qenë ka hinë xhennet të dashur të mi. Njëri prej njerëzve ka hinë për një qenë xhennet, ka hinë xhennet. Ja ka vërtetu Muhammed Mustafa se ai kujt ja vërtetoi se ka hinë xhennet është njëri. Në rruga jashtë djegë për ujë, ka hinë bunar, ka pi ujë poshtë, ka zbrit, në rrugë në shkratin ka hinë poshtë, del prej bunarit e vazhdon rrugën a gjithë gjanë një qenaj, me tut katër kam për pjeqë, në shkratin, ka thënë, laqad balaga bihadha al-kalbi alladhi balaga bihi. Ka thënë këtë qenin e pas ka gjetë ajo që pan gjetë mu pak për para tash. Prapa i këthën të pusi mas. Ati hinaj, e mush bestën e kamës aj me ujë, e mush bestën e kamës me ujë. A i mesën e kamës e merë me lamë, edhe për gurë të bunarit del për kjetë, i qënë ati qenë i dritë në gojaj. Jazbraz ati, fa shakar Allah, lehu, fa gafra leh, a i ka thanë, o zot falja këti, ka thanë aj, o zot falja këti, ka thanë Allahu i ka falë këtë gabimët. Gjitha gjunat, një mes të ujë gjëmat i dashur, një mes të ujë në gojtë qenit, një kafshat në gojtë grusë, një pikuj urdo zonja ime. Urdo zonja ime, mos po t'pjet ujen vetë. Qka po dëmë të pi prej tregu? Mendoj se me këta është bot me krisante.